Me mirësinë e Allahu subhanahu wa taala, mësa ne kemi arritur këtë Ramazan, dhe nuk ka dyshim se Ramazani është një prej mirësive më të mëdha të Islamit. Allahu subhanahu wa taala na ka bërë këtë muaj një muaj që me të mund të arrijmë gradat më të larta tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është muaj mundësive të mëdha për ata të cilët janë sabiqun fil khairat, janë vrapues drejt veprave të mira edhe drejt kënaqësisë së Allahut xhalla xhelalu. Ndërsa po ashtu është një mundësi e madhe për ata persona të cilët kanë qenë jashtë rrugës së Allahut subhanahu wa taala, kanë qenë në huti, kanë qenë në neglizhencë të madhe prej përkujtimit të Allahut subhanahu wa taala. Mirpo, me ardhin e këtij muaji, kjo është mundësia që ata të përmirësohen, që ata të pendohen tek Allahu azza wa xal, edhe të afrohen më shumë drejt atij. Mirpo, them se kjo është pjesë e përgjithshme e Islamit. Ndërsa Allah subhanahu wa taala kur thot që të him në Islam, thot udkhulu fi silmi kaffa, hini thot në Islam me tërësinë e juaj, ju të zgjidhni një pjesë apo të lini një pjesë të saj. Si shembulli i çifutëve që e beson një pjesë të librit dhe e mohon një pjesë të librit. Kuptohet se kur flasim për Islamin, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka definuar shumë thjesht edhe shumë qartë. Ka thënë buni el Islam ala khams, është ndërtu tha Islami mbi 5 shtylla. Do të thonë ky Islam që Allahu na e kërkon neve është ndërtu mbi 5 shtylla. Edhe të gjithë këta shtylla i ka rëndit në bazë të rëndësisë të tyre. Edhe njëherë përmendi shahadetin, pastaj përmendi namazin, pastaj përmendi zekatin, e pastaj përmendi agjërimin. E pastaj në fund përmendi haxhin. Kjo i bie se njeriu i cili hin në Islam, në fenë e Allahut, që mundohet që vërtet ta realizon qëllimin për të cilin ka ardhur edhe Ramazani edhe Islami, që është të arrijë devotshmërinë edhe afërsinë tek Allahu subhanahu wa taala, është që të merr Islamin me rend. Fillimisht shahadetin, pa të cilin nuk quhet njeriu musliman, ta kupton, ta beson dhe ta realizon atë, pastaj namazin, pastaj zekatin për ata që kanë mundësi, edhe pastaj agjërimin. Me këtë nuk duam të themi që njerëzit mos agjërojnë. Alhamdulillah, nëse Allahu ja ka mundësuar të kujt të agjeron, që është një prej 5 shtyllave të Islamit që nuk mund të mohohet, që nuk mund të humbet vlera e saj. Mirë, nëse jemi të sinqert në kthimin drejt Allahut, nëse jemi të sinqert në qëllimin që Allahu e ka bërë këtë Ramazan, që thot në fund të ajetit të agjerimit, thot la'allakum tattaqun, që ju ndoshta do të bëheni të devotshëm duke agjëruar. Nuk mund të realizohet devotshmëria, nuk mund të mbrihet devotshmëria pa me e fal namazin. Prandaj është shumë ironike, është shumë i çuditshme dhe shumë interesante se si ka besimtar dhe një musliman në vendin tonë, alhamdulillah, të cilët e agjërojnë pa problem. Madje kanë agjëruar prej në moshë të vogël, alhamdulillah. Allahu nuk ja humbon askujt imanin edhe shpërblimin e veprave të mira. Mirpo, nëse ato janë të sinqert me Allahun, u themi se kthehuni Allahut ashtu siç Allahu dëshiron që ne të kthehemi tek ai, duke mos i humb namazet tona. Nëse kemi qenë prej atyre që nuk jemi fal më herët, ta shfrytëzojmë shansin të lutemi Allahut që të na udhëzon në këtë namaz. Nëse kemi qenë që jemi fal më herët, të shtojmë nafilet, vepra të mira, edhe sunetet e namazeve. Nëse sunetet janë ato muret e kështjellës të kalas, të cilët i mbrojnë farzet që Allahu na i ka bërë në fe, edhe për të mos u zgjat, e lutim Allahun subhanahu wa taala na lëson dhe të na mundson udhëzimin në rrugën e drejtë, ashtu siç është ai i kënaqur, edhe ashtu siç ai na ka treguar në librin e tij dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam në sunetin e tij, edhe kështu që vazhdojmë me pjesën tjetër të teravive. Ma bëni Allah, Allah ju shpërblet për ndëgjimin. Alhamdulillahi rabbil alamin.